Një sasi lëndë eksplozive dyshuar tritol ka shpërthyer mëngjesin e sotëm në një ambient shërbimi lokal në qytetin e Vlorës. Ngjarja është regjistruar rreth orës 3:45 në lagjen Pavarësia 3, ndërkohë që nga shpërthimi ka patur vetëm dëme materiale, ndërsa është dëmtuar dhe një automjet i parkuar shumë pranë zonës. Në të ngjarje ka mbytur menjëherë dhe policia e Vlorës, e cila ka dalë me një njoftim zyrtar, ndërsa ka nisur hetimet duke sekuestruar kamerat e sigurisë përreth zonës për të identifikuar autorin apo autorët e kësaj ngjarje të ndodhur mëngjesin e kësaj të enjte. Një sasi lëndë plasë të dyshuar shtytitole vendosur pranë një lokali në lagjen Pavarësia 3 të qytetit Vlorës, ndërsa ngjarja u regjistruar rreth orës 3:45 të mëngjesit të kësaj të enjteje. Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa është dëmtuar po ashtu edhe një automjet i parkuar pranë lokalit. Menjëherë pas ngjarjes në vend bëritën edhe shërbimet e policisë së Vlorës, të cilat nisën me një hetimet. Mësohet se hetuesit kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, si dhe kanë marrë po ashtu deklarimet e pronarit të lokalit. Hetimet vijojnë për identifikimin si dhe kapjen e autorit ose autorëve të vendosjes së lëndës plasëse. Ndërkohë policia e Vlorës doli menjëherë me një njoftim zyrtar për ngjarjen, ku komunikonte se sot rreth orës 3:45 në lagjen Pavarësia 3 në derën e një lokali në pronësi të një shtetasi me inicialet GP është vendosur një sasi e vogël e dyshuar lëndë plasëse. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale, bën më tej me dije policia e Vlorës në komunikimin zyrtar. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të gjitha rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve.